Unë nuk I heqa si lloj pik presje mbrojtjes që kanë bërë për figurën e Sali Berishës, për ato që kanë besuar që ai që I meriton o vlla. Mirë Rama është I korruptuar, unë mendoj se ka vendin burg, personalisht. Rama do të shkojë në burg. Unë mendoj që s'ka në ferr vend për ato, jo më burg. Ti që po flet. Sa vite keni kryetari I Partisë Demokratike, zotëri? Partia Demokratike ka nisur me ty, po mbaron me ty. Pra, ti thua kundërshtari tik, ndërkohë që unë nuk ikë nga partia. Pra, siguri vota e fundit tek pull, një vot marrë, ka thënë doktor Berisha, pra unë do rri aty deri në fund. Më falë po, kjo I bie pastaj është, ku di unë, SHPK, nuk është më pastaj parti politike. Pra, se duhet të jetë parti politike, Osmer. Ne kemi të gjitha konditat për ta kuptuar dhe për ta njohatur që nuk ke se çfarë bën aty, sepse të gjitha lëvizjet po bën një logjike. Unë nuk I heqa si lloj pik presje mbrojtjes që kanë bërë për figurën e Sali Berishës, për ato që kanë besuar që ai që I meriton o vlla. Dhe nuk kanë për ta tërhequr kurrë që faktin që non grata e tij është totalisht e pamerituar. Por zhgënjimi më I madh jemi me Berishën është te inteligjenca vlla. E kisha glorifikuar shumë inteligjencën e Sali Berishës për treguar ose për të kuptuar që Sali Berisha të pakën në fundin e jetës tij si biologjike, si politike, do linte një produkt shumë cilësor, kupton, një PD shumë të fortë. Do ta mblidhte, do ta pastronte, do t'ia hiqte halat, do ta kishte lënë gati për një gardë shëndetshme brenda. T'ishe survejus, sepse është e vetmja mënyrë që kjo parti të ekzistojë si parti jo parlamentare, po parti qeveritare, që mund të marrë nesër qeveri, mund të marrë nesër pushtet. Kjo mua më dhëm.